Në hapësirët e muftinisë së Bashkisë Fetare Islame përballë Qendrës për Kulturë në Gostivar ushtrua iftar kolektiv I organizuar nga komuna e Bajrampashës. Në një atmosferë festive, mbi 1000 banorë të Gostivarit dhe rrethinës shijuan bashk çastet e iftarit, ku të pranishëm ishin edhe një delegacion nga komuna e Bajrampashës, të cilët përcollën selame nga kryetari I tyre. Ata u pritën nga muftiu I muftinisë së Gostivarit Shaqir Efendi Fetau, I cili çmoi lart takimet e këtilla në ditë të mëdhaja siç janë këto të Ramazanit. Ai nënvizoi se vlera shpirtërore e këtyre organizimeve është shumë e madhe se ajo materiale. Sonte vërtet ndjem kënaqësi të veçantë që po e përjetojmë edhe një iftar nga Republika e Turqisë, respektivisht një iftar I organizuar nga komuna Bajrampasha, e cila edhe më parë dhe në vitet e kaluara ka organizuar iftare të këtilla. Kam bindje se ky iftar sonte sjell gëzimin në mes të gjithë besimtarëve dhe qytetarëve të territorit të muftinisë së Gostivarit. Andaj ne në emër të muftinisë së Bashkisë Fetare Islame të Gostivarit, në emër të gjithë ulemave islam, të gjithë besimtarëve, qytetarëve, ju falenderojmë shumë komunës së Bajrampashës për këtë organizim të mirëfillt. Andaj ky bashkëpunim I muftinisë me komunën e Bajrampashës vërtet është për të përshëndetur dhe ne ju falenderojmë shumë për një gëzim të këtillë që na e kanë sjellë nga Turqia, që në këtë mënyrë së bashku ta përjetojmë bukur një iftar të Ramazanit të bekuar. E në momentet e pritjes së iftarit, në një video bim u shfaq një fjalim përshëndetës nga ne kryetarit të komunës së Bajrampashës Atilla Ajdiner, I cili në pamundësi për të qenë fizikisht I pranishëm në këtë organizim, ka dërguar selame me anë të këtij video incizimi. Makedonya'mızın o güzel şehri olan Türkçe lehçesinin en güzel örneklerini en güzel bir şekilde takdim eden ve Türkçeyi en güzel konuşan benim Gostivarlı güzel kardeşimi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi ve de hidayeti sizlerin ve bizlerin üzerine olsun inşallah. Ndërkaq me përfundimin e iftarit, duan për një agjorim të pranuar e bëri muftiu I muftinisë së Gostivarit Shaqir Efendi Fetau, I cili tha se bashkëpunimi me komunën e Bajrampashës deri më tani ka qenë I shkëlqyer, duke shpresuar për bashkëpunim më të frytshëm edhe në të ardhmen. Komuna Bajrampasha disa vite më radh po organizon iftarin kolektiv në qytetin e Gostivarit. Organizimet e këtilla realizohen nën moton Vëllazëria nuk njeh kufi.